Një ditë e gjatë sot, ke kaluar një ditë gjatë. Po, akuzime. Ditë nuk e di si nisi, thjesht isha aty tek pull, nuk isha me shokun ton, me Marcelin. Ti ke qenë ditën e sotme në përplasjen, personi që ka filmuar deputetin Braçe teksa hynte në kuvendin e Shqipërisë dhe ndodhi ajo përplasja nga që e gjuha e çfarë do tjetër që cila është transmetuar në News 24. Nuk e di nga mjef e Braçe, nga që ka shumë fiksim mua, ai pëlqeu si njeri, nuk e di, dinte informacione që jam drogaxhi, shtëpi bari, bariste, edhe shumë akuzime. Unë thjesht isha e ul aty, e pash, është i bën një video, pa ofendime, pa, jo thjesht ku ju sulm ai Marcelit, mu preka dhe më fillova u dridha, po nuk ju afroshta dot edhe majta distancën time. Po kalova nga ajo, po ja majta veten, se nuk jam mësuar me gjëra të tjera. Çfarë bari merresh, ta kuptojmë? Unë pres laknur, si thonë, anglisht. I do pita, cheese, byrek. Jam kuzhinier. Jeta ime është gjithmonë kam pres. Po në Angli. Për sa vitesh? 2011. Si e larguar nga Shqipëria? Nga papunësia, padrejtësia, spitalet, çdo gjë. Dhe punon në Angli? Punon në Angli, si kuzhinier, po. Kam gati 15 vjet si kuzhinier. I kam çdo gjë me foto, me video, që moshën 19 vjeç. Po na i trego që të kuptoj dhe mos ka ngatruar zoti Braçe. Po jo, ja. Shqipëri, isha në Shqipëri, kena bëj dasëm tu. 300 veta. Te pallati, pallati brigadave. Ja, kena bë 400 veta. I ditë kam lënë protestën sepse mos bën dy punë po. Jo, po se dal dot. Pastaj unë jam me shtetësi. Shqiptarë gjithmonë ja delin dy punë. Unë jam me shtetësi britanike. Apo jam shtetas britanik. Si e shpjegon këtë lloj ndërhyrje apo këtë lloj gjuhe të një deputeti ndaj një qytetari? Ka ardhur funi. Ju erdhi fundi. Apo ju ka ardhur fundi. Si e kthyen në Shqipëri për këtë protestë? Ja kthye vetëm për protestën, që nuk du të shoh më këto njerëz në përzyra, të mush xhepat e tyre, duke u fry, duke ble rroba të shtrejta, duke ble Maserati, duke ble Louis Vuitton, duke ble Calvin Klein, edhe kur shkon në spital nuk ka një serum, nuk ka një karrike, nuk ka një paracetamol, se unë i shoh, se unë bëj dhe shumë travel, shqip, bëj shumë udhëtime jashtë botës, se kam qejf të udhëtoj, me lekët e mia, me djersën time. Edhe ku i shoh ta politikan, me makina shtreta, me rroba shtreta, fëmijët e tyre nëpër universitetet të botës, Barcelonës, Zvicrës, to lan balla, që bën shopping në Switzerland, A kupton? Se kam dhe patriot të lan ballën. E ka bëu Librashtin, Afganistan, Kabul. E di Kabulin si Palestinë. Po shkosh Librasht, është Palestinë. Ka nik gjithë. Kretë mashtetarët e mi nga Librashti, ka nik në Angli. Papunësia, padrejtësia, krimi, droga. Të më shumë ka drogë këtu se në Angli. A beson se ti ke lënë punën tënde në Angli, edhe pse ke letrat e atij vendi, një si shtetas i Anglisë. Por edhe Shqipërinë kam zemër, edhe Anglinë kam zemër. Prapë ke ardhur. A beson se gjithë kjo çfarë qytetarët kërkojnë mund të realizohet? Po, do realizohet se s'bën. Unë kam bërë një intervistë më kanë akuzuar. Sa atëherë nuk u njifsha dhe agron sheja i merdhi, nashta mu çek edhe kam një ankesë, kisha një ankesë më noa me mblloku ata me Instagramin. Nga që Instagramin ka Instagramin tani ka vojt gati 50 milion klikime në muaj. Ja, 50 milion. Sepse unë jam zëri, nuk jam i shitur, nuk jam as me Agronin, as me Adratikun. Jam me Osmanin, do të ndadini. Unë Osmani jena rus. Nuk jam i shitur, nuk shitem. Osmanin të bëjmë ministër shëndetësie. Po, ministër shëndetësie Osmani. Faleminderit. Të qëndrojmë tek protesta. Si mendon se do duhet vijoj protesta? Ti je një i ri? Unë jam një i ri, po kam ardhur, kam lënë punën, se më bëj 2 punë. Jam kuzhinier, kam dhe një makinë time personale që kam bërë taksi. Më bëj 2 punë. Bëj dhe kështu, më thonë njerëzit me, si quhen në shqip, njerëz me aftësi kufizuara. Po, aftësi ndryshe. Është në anglisht school run. I marrë që në shkollë edhe që prapë. Anglia më kërnaro që më kanë. Në telefonin mi binë, thanks for coming here, you're Albanian, ti je shqiptar, pse si në Shqipëri. Ku them që jam Albanian, thotë, ç'a bën këtu? What are you doing here? Ku them që ka korrupsion, s'ka punë, s'ka shkolla, s'ka spitale, s'ka drejtësi. Edhe detyrohem që unë të rriki atje prapë. Se isha këtu, ne ta një muaj pa punë,